Ti shoh po të foli për limite etike, se limitet etike për shembull televizive i cakton KPM-ja. Edhe deri vonë nuk kanë pas një ligj cilin vonë kanë bo. Masi i kemi nis në It's My Home dhe Big Brother, na shta dhe në konë shtrëngun me e kryu që ata. Përpara me ligjë konë e leju në masorës 12 do të thotë fëmija flejnë edhe masorës 12 ke mujtë me pas në televizion edhe fjallë banale edhe jenë konë senet të caktune të cilat para orës 12 s'ke mujtë me i shfaq. Jënë të leju me në këtë botën, masorës 12. Për 18 vjeçare në altë, gjithë shka është të leju me. Po që këto prapë ndohen rrjetet sociale edhe pastaj më po edhe rrjetet sociale kanë limit, po tjetër sa në që përnë ti kanë fajt edhe lojnë fëmin nër 13 vjeçar me hi, ose nër jënë do të caktune në për rrjetet sociale cilat na kem si përnë për detyrë mos me lonë. Tash me ligj të rritë KPM-s, që atë etike e kanë shëndru në kod, është kodi, atër është fajt të unë si prind, nëse unë e lo televizionin pa kod edhe lo me pa një fëmi nër 18 vjet, me lonë me pa dishka që s'duhet. Me kod e ki, në momentin që me kod jenë edhe filmat porno dhe qka du që ti e i obligu me vënu regullin mas në shpitonë. Unë dhe në shpitonë, po ta vi me kod, ti mandej e tash, e ti ke sa mundesh me pa baba, nona ata me zvete, aty le ta vlerësojnë vetë se cili. Dojnë me pa bashkë, shojnë bashkë, dojnë me pa veç e veç, i kanë edhe